Myftinia e Gjirokastrës ka organizuar sot pritjen me rastin e Fiter Bajramit. Mes besimtarëve, ata që ju drejtuan xhamisë së Pazarit ishin edhe përfaqësues të pushtetit vendore lokal. Deputeti i Qarkut Pirodhima dhe kryetari i Bashkisë Flamur Golemi kanë përcjell mesazhet e rastit. Në ditë të shënuar për besimtarët musliman, edhe në emrin tim personal, por edhe në emrin e institucionit përfaqësoj, unë uroj jo vetëm besimtarët musliman, por gjithë qytetarët e Gjirokastrës, gëzuar, shëndet, mbarësi, paqe, kjo ditë e bekuar. Pas një muaji sakrifice, uroj të gjithë besimtarët që Zoti t'u ketë pranuar lutjet e tyre dhe për më shumë paqe, begati dhe shëndet në familjet e gjithë besimtarëve të Gjirokastrës dhe me gjerë. Në këtë ditë të rëndësishme për komunitetin musliman, urime për më shumë paqe, lumturi e dashuri, përcolli edhe atë Emiliano, përfaqësuesi mitropolis të Gjirokastrës. Për shumë vjetë gëzuar të gjithëve vëllezërve musliman ditën e sotme të Fiter Bajramit, u qoftë të ndihmë të gjithëve atyre që agjeruan me dashuri dhe shpreshtari, Zoti i pranoft lutjet e tyre. Ne si Kishë Ortodokse këtu në Gjirokastrë, pra Mitropolia e Gjirokasтрës, urojmë gjithë të mirat dhe besojmë dhe shpresojmë që të kemi gjithmonë vëllazëri me njëri tjetrin dhe bashkëpunim me njëri tjetrin. Fiter Bajrami është një nga dy festat e rëndësishme në besimin islam. Tjetra është Kurban Bajrami,